Kryetaria e Kuvendit të Bullgarisë Natalia Kiselova e ka cilësuar vendin tonë si kampione në rrugtimin për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së saj në Tiranë, krah kryeparlamentare Spiro Pali, Kiselova u shpreh se Parlamenti bullgar do të bëjë të pamundurën për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt Unionit. Ju jeni kampion në përpjekjet për integrim të plot në Bashkimin Evropian, saj në krahasim me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Kuvendi Popullor Bullgar do të bëjë të gjitha përpjekjet për të ndihmuar në rast nevoje punën tuaj intensive gjatë viteve të ardhshme, në mënyrë që të përgëzojmë pastaj së bashku. Për Spiro Palin, mbështetja e Bullgarisë ndaj Shqipërisë tregon qartë dhe marrëdhëniet e mira mes dy vendeve. Ne vlerësojmë mbështetjen e fortë të Bullgarisë për integrimin evropian të Shqipërisë dhe kemi bindjen se kjo mbështetje do të vijojë edhe për planin ton ambicioz për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027. Teksa e cilësoi antarësimin në Union të bazuar në merit, Spiro Pali kërkoi zgjidhje të mosmarrveshjeve, në mënyrë që t'i hapet rruga çdo vendi që kërkon të bëhet pjesë e familjes europiane. Antarësimi është një proces i mbështetur në merit dhe ne mendojmë se mosmarrveshjet dypalshe duhet të zgjidhen duke mbështetur në vlerat europiane dhe në marrëdhëniet e fshинjësisë së mirë. Kryetaria e Kuvendit vlerësoi se edhe Bullgaria është një partner ekonomik i Shqipërisë, por shtoi se duhet të intensifikohet dhe më shumë. Spiro Pali u shpreh gjithashtu se do të mbështesin komunitetet shqiptare dhe bullgare në të dy vendet për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore, si urmiqësie mes dy vendeve.